të cilin kanë punu. Atje ku ka hangër buk, atje me dërgu. Edhe shëhollin, edhe tjetërin, edhe naftin. E për çka mendoni për shembull, e kum dëgjuar me vesh një deklaratë që është publike, që nuk është akuzë, po është deklaratë publike. Për shembull Mehmet Luci thotë nuk jam pendu që e kam rrej në hën. Domethënë këtë rast Nasim Haradinaj, me sa e di unë. Po, edhe ne kam dëgju. Pa i vallaj qëre, veç Nasimi i lig. Se sa kic, pe prej midis qytetit se kshalon. Po janë akuzatron apo si zanë? Po qëre. Mehmet Ljoci, veterani, muqu, me përdhënu Nasim Haradinajn, veç me Nasimin shumë po që ditna. Pik dite sa kic pe prej se kshalon. Edhe për më rej, edhe për më përdhënën, mas 30 vjetëve, mas 40 vjetëve. Si jam peshman. E qka me ndonë që du të me bo me këta njerës? Me që e cëtë atje ku ka hongër buk, thash ma eret, A ke posin aja ku shpitive që për full ka shlirë prej u të bashve? Ja, unë s'kam akuzë, ose të unë s'mon. Pa, da i kërcnem për shamon, se unë e di që ke pos. Kërcnem kom pos. Prej kujt? Kom pos kërcnem pej Morat Ajvazit. Ka punu në të bëj, ma eret? Ka punu. Qka të ka thonë? Në telefonëm ka thirë, tha, të në gjatë tjeta, thash të në gjatë tjeta. Tha, a pedin me kanë për full, thash, jo, për bes, thash, nuk pedi. Thash, hajde, urna, tha, jam Morat Ajvazit. Thash, po. Tha, bile, tha, jam me një komandant për Laushe. Kur më tha, jam me një komandant për Laushe, jo shpreha shumë keq, nuk po moj publikut me ju drejtu që ka i kom thonë. Jo thuje? Jo, s'po moj, nuk po moj. Se ta na po më thu po ma hek, s'ta hek? Jo, e di që s'ma hek, po thash 9.999, 9.000, ty edhe komandantit, ti për di që ka kom dash me i thonë, edhe ja kom shel Tha unë, tha kom shku në prokurori, thash hup, 99.999, ty edhe prokuroris. E të hopëm pe telefoni, ja kom byllë telefonin, ja kom bloku numërin, mos di. Unë e për thamë, krejt këta që kanë punu, janë një pjesë të tyre bukure madhe evident. Edhe thash, me avdhon të drejten, letrat edhe me i përzonë për shtetit. Nuk po thamë, as me i myt, as me i vra, as me i ndëshku, as me i qune për burgje. Krejt, me i përzonë për shtetit, le të shkojnë atje ku kanë hongër buk, ku ju ka dhonë buk, Jugoslavia edhe Serbia, atje le të shkojnë le të jetojnë. E për këta, që ka po mendon për këta jugo-nostalgjikët, për shembull që e duin halo Jugoslavin? Edhe fatkeqësisht, apo fatmirësisht që dush quhe, shumica prej tyre po përfundojnë në partinë e vetëvendusis. Nuk jam unë të akuzu. Njësaj kanë atëru edhe në partinë demokratike, bre të njojnë. Për vërtet? Qa pe ka vetëvendosje në përgoj? Po tasht po ndodh. Ma herët ka ndodhë PDK, tash po ndodhë MVV. Shumë e vërtet. Po shkojnë këta që shtonë, PDK... A do më të kalëzu me emra, këmë shburë. One, nëse ti si di. Po i di edhe ti. Pa, ka gjërë që s'di mërë, ti, o ti. Pa, mujna me thonë me emra, këmë shenë. Po s'ki nevoj be më s'falë, o ti, hish më s'falë, jugo nostalgjikët... S'ki nevoj, shkojnë... Gjyqë dole shka kipat. Shkojnë aty ku janë mërmenja që mujnë me gjithë strehim. Nuk e shë shumë tragjike. Jo, a? Jo përbis. Po te ato e kam venin Sërbi marë? Jo. Jugo nostalgjik është diçka tjetër, kurse jugo spion është diçka krejt tjetër. Diçka krejt tjetër. Na fore mire dim se të gjithë kemi qenë në një ish sistem Jugoslav, që kemi jetu, edhe teri sa kemi jetu, jena ndo, si në ndohë mirë ndohë, i kemi morë sakica, ti mi prej me ta edhe që jena ndohë. Dojna me ngus pak se Hasan Zenili më ka